Të dashi, dita sjell një zgjedhje që kërkon durim. Një gest i vogël mund të ndryshojë atmosferën e çift. Demi, sot hapet mundësia për një moment të këndshëm me familjen. Në punë esi me hapa të sigurt. Binjakët, sot mbizotëron një ndryshim i vogël në plane. Kushtoni pak më shumë vëmendje pushimit. Gaforja, energjia e ditës sjell ndryshim të vogël në plane. Dëgjoni ndjesitë tuaja, por mos u mbyllni në vetvete. Ruani, dita sjell një mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Në marrëdhënie mos lini vend për keqkuptime. Gjyrëresha, kjo ditë favorizon një surprizë në dashuri. Një detyrë vjetër mund të mbyllet me sukses. Peshorja, kjo është një ditë për një ide që mund të vlejë shumë. Lërini gjërat të zhvillohen pa i detyruar. Akrepi, kjo është një ditë për një ritëm më produktiv. Përdorini intensitetin për një ndryshim pozitiv. Sagjitari, sot mbizotëron një ditë më speciale se zakonisht. Emocionet janë të forta por të menaxhueshme. Briciapi, sot mund të ndjeni një takim interesant, një çështje praktike organizimi të udhëhet Chelsea. Ujori, sot mbizotëron më shumë motivim. Shmangni debatet për çështje të vogla. Peshqit, dita ju shtyn drejt një lajmi të papritur. Intuita është e fortë por kërkon dhe pak realizëm. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.